I kthyer tashmë në traditë, shkolla mesme profesionale Beqir Çela në Durrës ka hapur panarin e aftësive, ku nxënësit shprehin aftësitë nëpërmjet zhvillimit të teknologjisë në fusha të ndryshme. Sot te panari janë nxjerrë gjithë projektet më të bukura që ka bërë shkolla dhe janë nga gjitha drejtimet, nga SHMT-ja, nga auto dhe nga informatika, janë që gjithë fletpalocet, që gjithë projekt. Unë jam dega e teknologji, informacion dhe komunikim. Pse jo të shtohen vajzat të shkollë pasi është një degë që në të ardhmen po e shohim që gjitha ndej po shkojnë në informacion teknologji. Tu kemi bërë një projekt me materiale të riciklueshme, kemi realizuar vetë, me që ndodh nëpërmjet qarkullimit të ujit. Drejtori i shkollës thotë se krahas panairit këtë të premte është zhvilluar edhe dita e vajzave. Aktualisht brenda të njëjtit aktivitet ne jemi duke zhvilluar edhe dy aktivitete tjera shumë të rëndësishme, siç janë dita e vajzave, që është viti i dytë që ne zhvillojmë në shkollë, ku ky projekt mbështetet nga OEAD dhe qeveria austriake, për sa i përket orientimit të vajzave drejt profesioneve dhe aftësive. Në panair ishin të pranishëm edhe përfaqësues të zyrës rajonale të punësimit dhe qendrës së formimit profesional. Kërkesat nga ana e biznesit sipas tyre janë të mëdha. Tregu i punës në ditët e sotme është për profesionet që ka shkolla Beqir Çela, është një nga kërkesat më të shumta që ka tregu punës sot. Jo më larg se shpar po flisem me një subjekt këtu, edhe kërkonte mekanikë, saldatorët, elektricistët. Në shkollën e mesme profesionale ka një larmi degësh të integruara mes teorisë dhe praktikës, ndërkohë që vlen të theksohet se energjia rinovueshme dhe ekonomia gjelbër janë degë që gjenden tashmë në nivelin e 5 dhe ajo është e vetmja shkollë që certifikon student të këtij niveli.